Ciao guys. Ma c'è te dove? Bajame. Vediamo. Ciao guys. Ciao ciao. Io tam. C'è una. Yeah, my names. Ma c'è un per mangiare. Niente. Adesso tu dici le te bai poi. Tu ne iti te bado e le lei patatina. Guys, hapa çik të kamerën se dua t'ju tregoj se kam shpenzuar 24 euro dhe dua t'ju tregoj se çfarë kam marrë në Markat. Kemi qenë sa marrën në Markat. Dhe kam gjetur këto tutat e firmës Kokolaba Fit. Kjo firma këtu, ose më saktë ka të shkruar dhe këtu përpara. Dhe kam gjetur vetëm me 3 euro copën. Dhe janë këto tutat e gjëra të thjeshta, bazike, për sport, për shtëpi, për punë, se janë. Le mele. No, basta. Pastaj mora edhe këto të tjera. Që janë më thjeshtë, më pëlqejnë shumë këtu. Pjesat e beli më pëlqejnë shumë se nuk ka plastikun e trash, janë shumë të trasha dhe këto janë të gjëra në fundit dhe duke u ngushtuar ardhëlar. Këto i mora sepse tashmë siç e dini, gjërat e mia i bëjnë dhe Amarilisit, që kështu. Kjo nuk e di çfarë lloj soi firme mund të ishte ose emrin që kanë, se s'ka asnjë të qepur përveç se thotë është masasa. Pastaj mora këto të Difidetes këto. Këto ja mora Amarilisit, se dhe Amarilisin e kemi në gjimnastika artistika, këto nuk vinë të gjëra në fundi, por vinë të ngushta. Pastaj shkova mora po prap të Masame, që kanë këto dhe janë më të lirshme. Kokoloba, prap ngjyrë limoni, më pëlqevi shumë, është kjo firma këtu. Më pëlqevi shumë, pasi mund ta mbaj për shtëpi gjatë gjithë dimrit, për palestër. Këto ngjyrat janë dashuri gjithmonë. Edhe këto janë si zezat, gjëra në fundi. Ai koton është shumë i mirë i ngrohtë. Pastaj i mora po prap Amarilisit, por kjo që ka një lloj firme tjetër. Që ka kjo firma këtu, se më tha i zotëria që janë gjithë firmës. Është kjo firma këtu, por ju që e njihni. Edhe këto ja mora Amarilisit, tani për këtë kohën tani që s'është as ftohtë as ngrohtë, dhe këto janë të gjëra, por edhe për atje ku shkon në danca, tjetër e rehatshme, pse jo. Për vete gjithashtu mora prap këto këtu, këto të kësaj firmës këtu, dhe këto vërtet shumë të rehatshme, pastaj kishin ca si xixa këtu, se mora vesh, po këto hiqen me larg lavatriçës. Edhe këto ishin vërtet tepër komode dhe ngjyra më pëlqevi, se është kjo ngjyra si ulli, dhe janë ngjyra në fundi. Materiali njërë është super. Po kur them super. Pastaj s'kisha si mos të merja dhe këto, kuqe, me këtë bardhën. Unë Se? le mele. Okej. Sa të vish ti që e ke bler, do gjendet ai tjetri. Ma, Kjo nuk e di çfarë masa është. të le mele. E pan. Diritura, kjo që nga masa L. Kjo do mrejnë vërtet ekstra gjërë, po s'ka problem. Se normalisht për 3 euro do thotë që kishin ngel vetëm këto numra, nuk është se kisha mundësi të zgjidhje numra. Pastaj gjeta edhe këtë, por këto jam shumë e lumtur që e gjeta, pasi kisha nevojë. Edhe kjo që ka e markës që tregova pak më përpara. Million Minute Fitness. Kështu. Është me kryq mbrapa. Ja, e keni këtu. Me këtë lloj
Tjetër dhe e fundit janë këto të tjerat për Amarilisin që t'i mbajnë në këtë periudhë në shkollë, se janë të poshtë gjurit. Amarilisi po bën detyrat edhe kjo ishte. Arli, hajde këtu se po studion Dada. Është madhe në Itali, është material shumë i mirë njerëz. Dhe jam me fat që i gjeta se i kam më duheshin, por që me çmimin që ka në të vërtet nuk do merja dot asnjë palë, 2, e jo më të merja kaq sa kam marrë. Ja dhe se si më rrin veshur, këto tutat e zeza dhe ky kropi. Rrin shumë bukur dhe materiali, nuk më shtrëngojnë, i kam shumë pas trupit, shumë siç dua. Dhe janë të gjëra nga fundi. Ik merr telefonin e Dadës. Ma të zire bella, mamma. Më pëlqejnë shumë si rrinë, vërtet. Ndërkohë goca shikoni një çik flokët e mia. Ku kanë arritur, shikoni. Isha këtu duke ecur, se bëra një dy xhiro, një dy blerje që më duheshin, dhe duke ecur dëgjoja një shumë cicërima shumë llojsh, dhe ngjoni dhe ju, tani do ju kthej kamerën dhe të shikoni sa bukur ka qenë kopshi i Amit për 3 vite rresht. E ngjoni dhe ju? Dua që të afrohem akoma më shumë dhe që t'ju bëj të dëgjoni sa shumë jetë ka këtu. Mirëmëngjes, sot është e martë, unë jam bërë gati dhe po pres që të më dërgojnë linkun zysha dhe të futem të bëj palestrën e ditës së martë. Sot kemi këmbët edhe vithet, dje kemi pasur barkun krahët, por që zysha bën shumë ngjyra të tjera që ta merr gjithë trupin, që kështu jemi në këtë fazë. Edhe gjithashtu më ndiqni në Instagram se kam hedhur një video, një reels shumë motivues që si isha më përpara dhe si kam arritur që të bëj trup, por që do t'i marr edhe disa fragmente me vete duke bërë ezercici të mundshme sa të mundem, sepse kur bën palestër nuk është mund të bësh video super, por do ta lë telefonin diku aty që mund të regjistroj edhe po. Let's go, fillojmë.
Dhe goca, mbas përditjes, si që shikoni, mami rri me çunin. Dhe çuni është mërzitur me mamin dhe I tha, dëshu në gjotë top pju. Që nuk los pju me mamin ti? Në duhet sa. Dhe ta, të qik. Të qik, hi guys! E dajt. Daj, lozën. Po t'jekë për sa bukur, ama. Daj. Do lozën teso. Do lozi, hajde. Ma adesso cerchiamo un testo. Giochiamo con quello che vuoi tu. La tatulla. E ke marrë gjithë atje, dhe t'i fuzim prap atë. Come no? Goca thënë mi janë skandal. Skandal. Kjo ka ikur fare, se ka më. Kurse këtu ka ngel kjo, do më thënë, e shikoni dhe vetë. Dhe janë skandal. Sot kam një apuntament për ti qikluna. Sot kam një apuntament për të bërë vetëma. Kam një 2 vite që duhet I bëja dhe si kam bërë, por që ja u bërë mbarë, sot në orën 6. Ha, mama. Ma do piti. Do pici ti? A e dija unë këta vas. Unë e dija këta vas. Edhe do t'ju marrë me vete një vlog kështu. Sopa, ditë për ditë në një copë. Se kam qenë shumë ngarkuar me punimet e shtëpisë, siç ju e dini, se unë bëj edhe live, ju e dini, flasim të rejat aty në live. Por që edhe vlogjet do të vazhdojmë t'i bëjmë se janë kujtim në diarin ton të YouTube-it. Vlogot si tash I kisha bërë që mbrëm me vaj dhe sot pasi bëra palestrën, do t'i lajmë që kur të bëjmë edhe vetlat duhet të rrinë në të paktën 24 orë, 48 orë pa u njohur, që kështu do lajmë fytyrën me koton fjok dhe vetlat nuk do t'i prekim. Që kështu shikojni mirë tani si janë, që janë për të preje, për të sistemuar, për të hequr, por edhe më ka dalë vërtet shumë. Por kam vërtet 2 vite gjysmë, mos të them 3 që nuk I kam prek fare me dorë. Dhe jam e lumtur dhe e kënaqur me punën që bën kjo vajza, dhe tani normalisht që janë për tu ribër, t'i dhënë pak në qyrë. Duke qenë se unë jam shumë e zmere, edhe këti parat e mia janë flokzez, që kështu. Kështu goca. I ka tani të rinë që të marrë lushin time. Pëse do bëj një dush, do bëjmë drekën baba Marildës edhe Amit, edhe Arlit. Sot do bëjmë makarona ravioli me mish pule. Polo, si kanë emrin ato pulat. Kalabreze, mi semër, jo. Nuk e di, niste. I ka, shifim në vazhdim, do t'i marrë me vete sot. Hey guys, jemi diku nga ora 5 paca e mazdites, po flas me klient 5, qa 5 paca 5? Edhe Amarili si do ikin në Ami, Amarili si se ka në shkolla dhe tani do ikin në danca me gocat, bukur e mamit. Kalofsh bukur dritë. Dhe Amarili do është këtu se ka ardhur në puna që solli Amarilisin, po lanë që këmbët, Arli është aty për jashtë. Unë do hiq që këto vetla të mustiqe se si që dini si që thash edhe në live. Arli, Amarili do që bënë, hë? jeni ku a bashkë? Arli, Do bëj vetlat njerëz, seancën e dytë se kam vonuar shumë. bravo. Kam 2 vite që sot bëj. Zot. Gjemelin. Të tje. Bravo, Ola, si përshëndet e iq këtu te vlogu. Salve. Papi, senti, non faccio ancora dieta. Domani la dieta. Sai come sono io dico? Sì, esci domani la dieta, domani. No. O Ildi, merri një në telefon, po që ashtu çoni sikur të 10 minuta. Isja pak edhe me Silvën, Silva SM në YouTube. Ju ftoj ta ndiqni, shoqja ime, e kam shumë xhan. Edhe ta mendoni që shpar kur po flisnim këtu ishte ora diku te 4:30, atje ishte ora 9 e mëngjesit në Amerikë, Londër. Se çuditshme shkoa, ca zgjohen, ca flen, ca shkojnë punë, ca kthehen. Edhe nëse shikon këtë video, sa shumë e putha dorën.
Edhe po heq që këto, sepse si që thash, do iki të bëj vetulla ato njerëz dhe ajo atje nuk ti heq. Dhe kam frikë se mos më bën keq se i pengojnë në formën, kupton? Dhe i heq vetë. Njërë do ishte të mi hishte, po s'mi heq. Dhe okej, po i heq vetë. Ndërkohë kanë birë aq shumë baby hair, e kam bush kokën plot, që si m'dalin këte poshtë, kështu janë gjitha baby hair këto. Dhe sot kam shitur një set, motra e vet ka marrë për vllajën e vet, bravo. Kjo ka marrë edhe për motrën përpara. Ta themi këtu se kush është Sanila, të vdesëm për të. Sanila është një shpirt mirë, një dashuri që nuk mendon vetëm për veten, mendon edhe për motrën, edhe për vllajën. Edhe erdhi blevi shampun edhe vajin vllajt vet sepse i binin flokët. Edhe të gjitha gocat që kanë marrë, gocat edhe çunat, po gocat marrin për çunat, qoftë për vllajin apo për burrin. Kemi rezultate shumë të mira goca. Duhet pak durim, se dikujt i del për një javë, dikujt për 2 javë, 3 javë, jemi të ndryshëm, që kështu mos u demoralizoni, por motivoni veten tuaj, jepini kohë trupit që të aktivizohet dhe të bëjnë funksion, por që produktet janë super se natyral. Unë i kam provuar dhe vazhdoj t'i përdor mbi veten time në burri, që kështu i përdorin vetë. Nuk është se ju themi t'i përdorni vetëm ju. Kjo është e Johana ku ka më shumë vështirësi ta heq vetën, do mundohet. Sa më dhembi. Më dhembi shumë. Shumë realisht më dhembi. Asa më dhembi, zotin më. Kjo vetëlla gjithmonë ka më shumë qime se sa kjo. Se kam kuptuar asnjëherë pse, po po më dalin lot. Okej. Po duket që u pastrua, kupton? Duket diferenca. Një sekundë sa ta vendosim në mirë këtu. Se është një pikë pak e rëndësishme për mua. Piscatoria. Shifemi për pak. Dhe voilà, goca, bura gati. Shkoni? Flokët e mi janë rritur shumë fare. Dhe kjo ngjyra është një nga ngjyrat e mia të preferuara në këtë periudhë, në këtë sezon. Që kështu, për gjithë ata që kanë ndërmend të bëjnë ndonjë dhuratë, dijeni që kjo është ngjyra ime e preferuar tek rrobat, sidomos te bluzet. Që kështu ta dini. Edhe po, u bërëm pa gati, leva vetëm buzët edhe qërpikët, të shkojmë bëjmë vetlat, shikojni mirë se pastaj do jenë ndryshe. Dhe në fytyrë nuk kam vënë asnjë gjë përveç se rutinës time me linjës Amarlele Studio që në mëngjes, edhe shkojmë. Si thoni? Hajde, ogru! Dija që do ta vënde se po rrinë dhe më shikonte. Okej, i ka se do më qojnë Amarito se i duhet makina, se pastaj do marrin Amarilisin. Okej? Është qik transparente kjo, po s'ka gjë. Do t'i marrë me vete. Ecco, sono già arrivata. Salutami, per favore, miei follower. E laggiù c'è anche la Vale. Vale? Do ti tregoj postare il risultato. Così vedrai anche il vlog. Me le guardi i vlog? No. All'inizio me le guardavi. Sì tesoro, adesso non ce l'ho il tempo, non è permesso. Ah, ma io capisco, eh. No, io non sono, No, io. non sono pronta. Adesso ho finito.
Dhe është ora diku tek 10:30. Unë kam bërë vetlat me krem, që më tha estetistja. Arlin e kam vënë në gjumë, Amarili si në gjumë. Tani do vinë dhe Amarilta, se po pin një cigare. Dhe këtu ju themi natën e mirë dhe shihemi nesër. Ja guys, porosia që kam bërë unë për ju dhe është shumë e bukur. Vero Arli? Të që faleminderit a Denisa. Luci Artigianali. E beqik zemrën. Ja pra. Këto do jenë për paketime. E goca, duke qenë se është shumë kohë ngrohtë, por shumë, do marrë fëmijët edhe do ikin nga mami, 3 pak nga mami. Dajtë ndihmojnë mami, Ami. Mama, për këmë të të shumë? Ngri edhe ti lartë. Okej. Hajde këtu Arli. Edhe do ikim nga mami. Këtu kemi edhe shapkat që më ka dhuruar Migena, që si heq nga këmbës, atë bukura që janë. Shumë që fëj për shpiki.
Po. Këtu jemi të shtëpia vllajt. Ami, sa he... Në e para. Fëmijët po bëjnë tort me nenen. Sa që nga farë bardha. Mamma, po I do të prega të qenë. Kur vinë tek nena dhe bëjnë tort me karrotë. Sa më bëjnë tort me nena? Të dorë, mami, ka që Bom, neyse. Olha, tchau, tchau. Bak. Aman, kasi kaldo. Così, guarda, l'ha fatto in una delle mie... Hey guys, neve mbaruam xhiron tonë në Merkat. Mora një triko ta provoj, më pëlqen apo jo. Tashmë ju e dini që un kam një shoqe aty që i lë gjyrat i provoj në shtëpi dhe pastaj nëse më pëlqen një paguaj të hinten tjetër. I mora lule, mora patatina Arlit edhe tani po ikim te shtëpia.